Natasha Rombula foli gjatë një interviste lidhur me arrestimin e saj pasi ky e fundit dhe djali i saj Armando Kumaraku publikua në TikTok video me fjalor banal ku shfaqej një nipi 10 vjeçar, djali Armandos, i cili është ende në burg. Një vit pas ngjarjes, Natasha e TikTokut duket të penduar nga veprimet e saj. Ka drejtësi dhe e duroni si kam duruar dhe unë. Për mua jeni një familje e madhe ju të paraburgimit si burrat dhe gratë. Durim, Natasha ju do shumë. Kush nuk ka bërë gabime, njerëz jemi dhe të gjithë bëjmë gabime, kërkojmë falje, drejtësia vendos në vend të drejtat tona, tha ajo. Kujtojmë se Natasha së bashku me djalin e saj ra në prangat e policisë për shkak të përdorimit të gjuhës thyese në rrjetin social TikTok. Ata shfrytëzonin djalin e mitur të Armandos, 10 vjeç, për përfitime në TikTok, duke e mësuar të shante dhe të fyente me fjalë të rënda, me qëllim që të rrisnin shikueshmërinë e videove të tyre. Djali i mitur jetonte me të ëmën e divorcuar në Kuçov, ndërkohë që Armando Kumaraku dhe Natasha Rombula banonin në qytetin e Sarandës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.